e shoh duke nisur urna. Vendosja është e qartë, tashmë u vërtetua që nuk i ka numrat për ta zgjedhur edhe kryetaren e kuvendit të Kosovës. Por, a keni parë gatishmëri edhe nga vetëvendosja që të ketë konsultime me subjektet tjera politike? Është thënë që ka pasur takime, por jo marrëveshje me nismen social-demokrate. Edhe me të nuk janë votat të mjaftueshme. Mirë, unë po insistoj që të ketë gatishmëri dhe të ketë përgjegjësi, derisa cilën këtu nuk shoh tjetër mënyrë vetëm mu çu popullin kom me bloku kuvendin, kur gjë mos me kërku të pamundshme veç me thonë, ulnu, bisedoni, qysh merrni vesh, bëne këto, nëse zbojnë marrëveshje, apet me bloku kuvendin mos milion me hibile aty, jazik ju kovë. Dikush thot do shkojmë në zgjedhje të reja, në çfarë zgjedhje të reja, more? A dini sa po kushtojnë zgjedhjet, a dini çfarë angazhimi është aty dhe çka me bon zgjedhje të reja? Mi votu qita të njëjti. Ne është mirë, nashta për të proj. Po me bo, për shembull, regjistri votuesve, s'di, thanë 2 milion votues, a Kosova i ka 1.600.000 banor, por me mujt me bo një peticion ku deklarohen më shumë se 50% të votuesve që qytyne, që po lujnë me vullnetin e popullit, mi ja ndalue mos mu kandidu në zgjedhje tjera, atëherë kish bo me shku në zgjedhje të reja. Me qitat njëjtit, kjo është qorsokak. Zgjedhjet e mundshme të reja nuk janë zgjidhje nga kjo situatë, zoti Vllasi. Po nuk janë asko qysh thirrën zgjedhjet e reja, pa konstituar kuvendi. Nëse nuk votohet në kuvend për me shku në zgjedhje të reja, kuvendi nuk e ka zgjedh as kryetarin e kuvendit. Kjo na kanë shty në një qorsokak, në një rrugë pa rrugë, sa që kjo me të vërtet u zdi çka mendojnë këta njerëz. A për me dhonë betimin e dhanë betimin se rrogat primarin janë rrogat majme, po bojnë hajgare me shtetin, me popullin edhe me vullnetin e votuesve. A mund të ketë përfshirje, zoti Vllasi, të presidentes Vjosa Osmani në këtë situatë? Është kërkuar që të marrë nismë që t'i takoj partitë politike?